Mjeku çudi dë botën. Ky gabim që bëni me qepën mund t'ju kushtojë jetën. Edhe pse është ndërperimet më dobiprurse për shëndetin. Konsumi i qepës ndërkohë që trajtoheni me medikamente të caktuara mundet të krijojë probleme serioze shëndetësore për trupin tuaj. Prandaj në disa raste, përdorimi i saj duhet të evitohet pasi mund të krijojë komplikacione në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu të penalizojë ndjershëm organizmin tuaj. Sipas Bright Side në këtë video kemi renditur rastet kur qepa duhet të evitohet nga dieta juaj pasi mund të kundërveprojë me medikamentet që jeni duke marrë dhe të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse jeni duke marrë aspirina, nuk duhet të përdorni qep, pasi ajo mund të kundërveprojë me njëra tjetrën. Disa njerëz janë alergjik ndaj qepës. Aspirina mund të rrisë edhe më shumë ndjeshmërinë ndaj qepës. Nëse tashmë jeni alergjik ndaj konsumit të qepës, për të qenë edhe më të sigurt, shmangeni nga dieta juaj përdorimin e saj nëse jeni duke marrë edhe aspirina, pasi në të kundërt gjendja juaj do të agravojë dhe të rëndojë më shumë shëndetin tuaj. Qepa nuk duhet të kombinohet me aspirinën. Nëse jeni duke marrë litium, ai mund të kundërveprojë me qepën. Qepa mund të ketë efekte diuretike, prandaj edhe mund të pengojë nxjerrjen jashtë të trupit të litiumit. Diuretikët mund të rrisin sasinë e sodiumit që nxirret nga trupi nëpërmjet urinës. Nga ana tjetër, ulja e niveleve të sodiumit në trup mund të çojë gjithashtu edhe në rritjet e niveleve të litiumit, duke rritur kështu edhe efektet anësore të organizmit tuaj. Ky ilaç përdoret edhe për trajtimin e çrregullimeve bipolare, epilepsinë, depresionin e të tjera. Pra nëse jeni duke marrë element të tillë me përmbajtje litiumi në dietën tuaj, duhet të evitoni përdorimin e qepës. Nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin, qepa duhet të largohet nga dieta juaj. Qepa mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Ilaçet për diabetin mund të përdoren gjithashtu për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Duke konsumuar qep së bashku me ilaçet për diabetin, mund të shkaktoni gjithashtu rënje më të madhe se sa duhet të niveleve të sheqerit në gjak. Monitoroni me kujdes çështjen tuaj shëndetësore. Tregoni të vëmendshëm ndaj përdorimit të qepës nëse jeni duke marrë medikamente për uljen e sheqerit. Pasi siç e dini, edhe e kemi treguar në videot tona të mëparshme, qepa mund të cilësohet një lehtësues kundër luhatjeve të sheqerit dhe përdorimi i medikamenteve bashkë me qepën mund të ulë nivelet e sheqerit në trup më shumë se sa duhet. Nëse jeni duke marrë ilaçe për mpiksjen e gjakut, qepa mund të kundërveprojë me to. Prandaj tregoni të kujdesshëm me përdorimin e saj, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj imunitare. Qepa mund të ngadalësojë gjithashtu edhe mpiksjen e gjakut dhe të shkaktojë probleme shëndetësore në çështjen tuaj. Duke marrë qepën së bashku me ilaçet, atëherë do të ngadalësoni mpiksjen më të madhe të gjakut, duke shkaktuar kështu edhe probleme të imunitetit tuaj. Në këto raste, qepa mund të kthehet në një zgjidhje të gabuar për shëndetin tuaj, pasi duhet jeni të vëmendshëm me përdorimin e saj në mënyrë të rregullt. Përdorimi i qepës në dietën tuaj duhet të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e organizmit. Nëse nuk vuani nga komplikacionet të cilat i përmendëm më herët, qepa mund të kthehet në një aleat të vërtetë për mbrojtjen e shëndetit kundër këtyre komplikacioneve. Nëse e përdorni qepën me kujdes dhe në sasinë e duhur, atëherë qepa do të ofrojë këto përfitime sipas Healthy Side. Qepa është një aleat shumë e mirë e gatimit dhe mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë përfitime nëse përdoret me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Qepa, nëse konsumohet të paktën një në ditë, do të përmirësojë ndjeshëm dëndësinë tuaj kockore. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës në mënyrë të rregullt mund të ketë efekte pozitive në shëndetin tuaj të kockave, duke rritur dëndësinë e kockave me 5%, krahasuar me ata persona të cilët nuk e përdorin qepën në dietën e tyre. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të ulë nivelin e kolesterolit dhe e mban zemrën më të shëndetshme. Të larta në veti të mira antiinflamatore, qepët do të pengojnë dhe zvogëlojnë kolesterolin e keq i cili është i pranishëm në trupin tuaj.
Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepa do të stimulojë edhe sistemin tuaj tretës. Qepët janë plot me vitamina dhe fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur të trupit tuaj dhe mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Përveç kësaj, qepët janë gjithashtu një rritje e mirë e prodhimit të bakterieve të stomakut, të cilat do të përmirësojnë shëndetin e zorëve dhe do të evitojnë kështu edhe problemet që i kanosen tretjes. Qepët do të zvogëlojnë edhe qelizat e dëmshme në organizëm dhe do të rrisin antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve, të cilat janë shumë të mira për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg nga sëmundjet e caktuara, por gjithashtu ato do të parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave në organizmin tuaj, duke u kthyer në një aleat të vërtet për shëndetin tuaj. Konsumi të paktën një qepë në ditë mund të jetë mirë për shikimin tuaj, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj oral. Përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e syve. Qepët do të vrasin bakteriet e këqija të pranishme në gojën tuaj dhe do të përmirësojnë ndjeshëm higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe gjithashtu i mban sytë tuaj më të sigurt dhe mbi të gjitha edhe më të shëndetshëm. Përfshirja e qepës tuaj në dietë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të rritur cilësinë tuaj të gjumit. Kërkimet nga Universiteti i Colorados sugjerojnë konsumin e qepëve që mund të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë tuaj të gjumit. Ato kanë fibra të mira dietike, të cilat promovojnë shëndetin tuaj të mirë të zorëve dhe gjithashtu lehtësojnë edhe shqetësimet tuaja të stresit. Dhe përdorimi i saj në mënyrë të duhur mund të luftojë plakjen dhe të përmirësojë gjithashtu edhe dukjen tuaj të shëndetshme të lëkurës. Përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një aleat i çmuar i shëndetit tuaj të lëkurës, mund të mbajë larg komplikacionet që i kanosen asaj. Pasi qepa është e pasur me vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, që ndihmojnë në të trija të arrini lëkurën e përthosur dhe gjithashtu plot me shkëlqim. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e shëndetshme të lëkurës së bukur. Gjithashtu qepa mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë e organizmit tuaj. Qepa mund të mbrojë shëndetin tuaj të zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut si dhe produktet e tjera. Gjithashtu i bën me elastike enët e gjakut dhe mirëmban edhe tensionin e gjakut. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të mbajtur larg problemet e sheqerit në trup. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak, duke u bërë aleat e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, siç është diabeti tipi 2 dhe gjithashtu edhe problemi i mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por do t'ju vinë në ndihmë në parandalimin e këtyre komplikacioneve dhe në sjelljen e rezultateve konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme dhe si e tillë mund t'japë një sër faktorësh pozitiv në mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët rekomandojnë një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qepë në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë më shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepët e gatuara nuk humbasin shumë prej aftësive tyre mbrojtëse. Ndaj përfshirja e qepës në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar i organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të merrni të gjitha këto përfitime. Kombinoheni atë në mënyrë të duhur për shëndetin, për të marrë vlera dhe për të evituar komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.